Sot do të ndalemi tek një temë mjaft e rëndësishme edhe e veçantë njëkohësisht, është e veçantë për arsye se do të flasim për të drejtat e grave me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës. Edhe pse legjislacioni në fuqi garanton të drejta dhe mbrojtje për këto gra apo edhe për tërë komunitetin e personave me aftësi të kufizuara, mirë po ne do të fokusohemi te gratë, prapë se prapë gratë me aftësi të kufizuara hasin në bariera të ndryshme kur janë të gjitha sferat e jetës. E pikrisht për këtë çështje, së fundmi Forumi Kosovar i aftësisë të kufizuar ka hartuar një projekt ku ka bërë një hulumtim për të drejtat e grave me aftësi të kufizuara, sfidat dhe pozitën e tyre në shoqëri. Gjithsesi, ky hulumtim në fakt, më falni, edhe është publikuar tashmë. Mirë po, për pozitën e grave në shoqërinë kosovare, gravet me aftësi të kufizuara, për rezultatet e hulumtimit dhe për shumë çka tjetër, ne në vazhdim do të flasim me menaxherën për zhvillim në Forumin Kosovar të aftësisë të kufizuar, njëherët koordinatorën e projektit, zonjën Anita Plakolli. Anita, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që ke ndarë kohën të jesh sot me dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Faleminderit shumë Lumnie, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën edhe për këtë mundësi të mirë që të bisedojmë bashkë pak më shumë për të drejtat e grave me aftësi të kufizuara. Fillimisht, a mund të na njoftoni me hulumtimin? Po, ky hulumtim është i financuar nga Forumi Evropian i aftësisë të kufizuar dhe është implementuar nga Forumi Kosovar i aftësisë të kufizuar, që shkurt i themi FKK. FKK-ja është antore e rrjetit evropian të organizatave me aftësi të kufizuara dhe njëherë një vjet, ky rrjet i ka shpalljet për grante të vogla dhe kësaj here ne kemi vendosur që të realizojmë një hulumtim i cili nuk është hulumtim shumë i madh, është hulumtim relativisht i vogël, një pilot projekt i cili ka rëndësinë e tij për shkak se mund të shërbejë si bazë e mirë për hulumtime më të mëdha apo studime të më të tjeshme sa i përket analizës së situatës së të drejtave të grave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Hulumtimi është realizuar nga janari vitit 2026 deri në qershor, pra 6 muaj. Është një hulumtim që ka kombinuar një metodologji kualitative dhe kuantitative. Kemi pasur një anketë me 100 persona të zonave të ndryshme dhe moshave të ndryshme në Kosovë, të cilët kanë qenë me dhe pa aftësi të kufizuara. Përveç anketës, kemi pas edhe 2 fokus grupe, një fokus grupe me gra me aftësi të kufizuara, me aftësi të ndryshme të kufizuara dhe një tjetër me pjesëtar të organizatave të shoqërisë civile, e gjithashtu kemi pasur edhe një studim rasti, siç e den edhe ti Lume, dhe shfrytëzoj rastin edhe të të falenderoj shumë që ke pranuar të jesh pjesë e hulumtimit ton, sepse një shpjegim për dëgjuesit në kuadër të hulumtimit e kemi bërë edhe një studim rasti ku si protagoniste kryesore e kemi pikërisht zonjën Lumnie, e cila në këtë hulumtim shërben si një model për vajzat dhe gratë me aftësi të kufizuara, se si ato mund t'ja dalin pavarësisht vështirësive me të cilat përballen çdo ditë dhe me sfidat me të cilat i ka përballur jeta. Kështu që kënaqësia shumë e madhe është e imja edhe e forumit, në emër të forumit falenderojmë shumë
që ke marrë pjesë në hulumtim, gjithashtu dhe familjarët e juaj, shoqërinë, kolegët e punës, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm të përgjigjen pyetjeve tona dhe hulumtimit, sepse siç dihet për një studim rasti duhet të hulumtohet edhe rrethi shoqëror, edhe kolegët e punës, edhe rrethonat në të cilat është zhvilluar dhe është formuar personaliteti të cilin e studiojmë, kështu që kënaqësia me vërtet ka qenë e jona dhe të falenderoj thamos. Faleminderit gjithashtu edhe prej juve që domethënë më keni përgjigjur mua, më lejoni që edhe unë t'i falenderoj kolegët e mia Verën, Rezën, gjithashtu edhe motrën time Leonorën që kam pranuar të flasin për mua. Veç mirë kanë folë. Shpresoj, me qenë se ende nuk e di se çfarë kanë thënë, po do ta lexoj pastaj hulumtimin. Faleminderit shumë. Anita, të mbesim edhe pak, jo edhe pak, po gjatë gjithë kohës të projekti, cili ishte qëllimi i këtij hulumtimi dhe pse ishte pikërisht tani koha për të bërë ky hulumtim? Gjithmonë nëse flasim në saje të legjislacionit në fuqi që është. Po, qëllimi i hulumtimit është të vlerësohet dhe të analizohet gjendja e drejtave të drejtave të grave me aftësi të kufizuara në Kosovë, të identifikohen sfidat me të cilat ato përballen çdo ditë në jetën e tyre të përditshme dhe gjithashtu të dalin në pa boshllëqet, zbraztirat apo pengesat të cilat pengojnë zbatimin e politikave dhe legjislacionit që është në të mirë të personave me aftësi të kufizuara apo ligjit gjithëpërfshirës. Pse bashkë kjo temë? Kjo sepse ju si gazetare dhe më mirë mundeni me ditë, duke pa fatkeqësisht shoqëria jonë ende përballet me probleme, me diskriminime të thella sa i përket pabarazive gjinore, gratë vazhdojnë të jenë të shtypura, drejtësia dhe ligji nuk është se zbatohen si duhet dhe sa duhet, pra çdo ditë jemi dëshmitar të rasteve të ndryshme të abuzimit, të vrasjeve, të dhunës ndaj grave, andaj kjo ide ka ardhur si një nevojë shumë e rëndësishme për të vënë dritë mbi të drejtat e grave me aftësi të kufizuara, sepse nëse shoqëria jonë ka qasje të tillë ndaj grave që janë pa aftësi të kufizuara, atëherë ku janë gratë me aftësi të kufizuara? Do të thotë gjithsesi në start gratë me aftësi të kufizuara janë të diskriminuara dyfish. Së pari si gra, pastaj edhe si grua me aftësi të kufizuar, e mos të flasim edhe për kategori tjera të grave të cilat mund të jenë nga grupe tjera të marginalizuara. Për shembull, një grua që i përket minoriteteve, cila është me aftësi të kufizuara dhe është grua pro diskriminimi, sa shkon e shumë fishohet dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse kemi dashur që të masim sa do pak situatën, gjendjen aktuale të grave me aftësi të kufizuara. Andaj edhe hulumtimi, edhe pse është relativisht i vogël, ka rezultuar në të gjetura mjaft interesante, të cilat nëse më lejon, do t'i referoja nga raporti në mënyrë që të mos... Patjetër, do të flasim edhe për gjetjet Anita, gjithsesi ju, domethënë vetëm ju ftoj ti gjeni edhe të fokusoni aty ku do të flisni për gjetjet e raportit, por para se të vinë për gjetjet e raportit, sa janë gratë me aftësi të kufizuara të njoftuara për të drejtat e tyre? Kjo ka qenë edhe njëra ndër pyetjet kryesore të hulumtimit, bazuar në përgjigjet e respondentëve që kemi pas anketën, del se janë shumë pak të informuara, do të thotë jo sa duhet. Informata ekziston,
Mirë po, shumë shpesh informata nuk arrin aty ku duhet dhe kjo është problemi kryesor. Dhe si rezultat, pastaj gratë me aftësi të kufizuara bien pre diskriminimeve, bien pre situatave jo të lakmueshme, për të cilat më vonë do t'i shtjelloj kur të bisedojmë edhe për të gjeturat, sepse për shembull kemi një rast konkret kur kemi mbajt fokus grupin me gra me aftësi të kufizuara, një çështje e cila nuk është trajtuar pothuajse fare, të paktën unë si hulumtuese dhe si pjesë e organizatës së forumit me aftësi të kufizuar në Kosovë, nuk kam dëgjuar ndonjëherë të flitet për të drejtat e pronës për gratë me aftësi të kufizuara, specifikisht për gratë me aftësi të kufizuara. Dhe gratë të cilat dhe vajzat të cilat kemi intervistuar gjatë fokus grupit kanë treguar storje shumë interesante dhe shumë prekse ku familjarët e shfrytëzojnë apo e keqpërdorin pa aftësinë e tyre në mënyrë që të mirret e drejta e pronës. Dhe për shembull ka pas raste konkrete kur thjesht ju kanë thonë nënshkruaj çta dokumenta edhe Domethënë pa e ditur fare se çfarë po nënshkruan. Fare çfarë po nënshkruajnë, cilat janë drejtat e saj e kështu me radhë. Tani të ndalemi pak tek gjetjet, edhe pastaj vazhdojmë edhe me shoqërinë civile, sepse e përmendet krejt në fillim që keni organizuar edhe domethënë intervista me gratë nga shoqëria civile. Por të ndalemi te gjetjet. Cilat janë gjetjet që kryesore i evidenton tashmë hulumtimi? Hulumtimi normalisht që gjetjen kryesore e ka se gratë me aftësi të kufizuara përballen me diskriminim të dyfisht dhe këto janë pajtuar plotësisht mbi 80% të respondentëve. Ato nuk kanë qasje të barabartë në arsim, punësim, shërbime shëndetësore dhe jetë sociale krahasuar me burrat dhe këtë pohojnë prapë mbi 80% të respondentëve. Shkalla e përgjithshme e përfshirjes së grave me aftësi të kufizuara në shoqëri është e vlerësuar si e ulët. Sfidat më të mëdha me të cilat përballen gratë me aftësi të kufizuara në rand të parë janë mundësitë për punësim, pasuar nga diskriminimi dhe paragjykimet, mandej vjen qasja në arsim, mungesa e mbështetjes institucionale, mungesa e mbështetjes nga rrethi shoqëror, pastaj infrastruktura e papërshtatshme, mungesa e informacioneve, qasja në shërbime shëndetësore e të tjera. Sa i përket gatishmërisë institucioneve dhe qasshmërisë, pra sa janë të qasshme institucionet për gratë me aftësi të kufizuara del se janë pak të qasshme, pra mbi 75% të respondentëve kanë thënë se janë pak të qasshme. Pastaj vazhdojmë me mundësitë për punësim për gratë me aftësi të kufizuara vlerësohen se janë shumë të kufizuara. Pra gratë me aftësi të kufizuara kanë shumë vështirësi për të punësuar. Gjithashtu rezultatet e njëjta i kemi pothuajse edhe me arsimin cilësor, pra po flasim për një arsim cilësor gjithëpërfshirës, i cili fatkeqësisht mungon në Kosovë dhe respondentët kanë thënë që gratë me aftësi të kufizuara e kanë shumë të vështirë të kenë qasje në arsim cilësor. Sa i përket informimit, për të lidhur me pyetjen tënde të mëhershme, sa mendoni se janë të informuara gratë me aftësi të kufizuara për të drejtat dhe shërbimet që u takojnë, mbi 70% thonë se janë pak të informuara, dhe se zëri i tyre në vendimmarrje nuk dëgjohet. Stereotipet më të shpeshta me të cilat përballen gratë me aftësi të kufizuara në rand të parë vjen se janë të varura nga të tjerët, më pas se nuk janë të afta për të punuar, se nuk mund të kenë rol aktiv në shoqëri, se nuk mund të jenë të pavarura në vendimmarrje e të tjera. Një çështje tjetër që kemi dashur ta prekim me këtë hulumtim është edhe
siguria e grave me aftësi të kufizuara në shoqëri, në familje, në rrugë apo kudo tjetër. Dhe sa i përket se sa janë të rrezikuara gratë me aftësi të kufizuara nga dhuna dhe pasiguria në shoqëri, mbi 40% të respondentëve kanë thënë se janë mesatarisht të rrezikuara, ndërsa mbi 60% kanë thënë se janë pak të sigurta. Në që kuptim, Anita? Në kuptimin e sigurisë dhe mbrojtjes nga dhuna. Kjo është domethënë çështja. Po. Marr parasysh lumnia vetëm të shtoj këtë që të jetë sa më e qartë edhe për dëgjuesit se shpesh të ne rastet edhe nuk lajmërohen dhe kjo është një temë tabu. Posaçërisht viteve të fundit më vjen mirë që ka pas ndryshim pozitiv, mirë po ka shumë punë për të bërë, sepse vetëm me fakte, po flas në bazë të hulumtimit del që gratë me aftësi të kufizuara për shumë arsye hezitojnë të raportojnë abuzimin. Edhe arsyeja kryesore pse hezitojnë të raportojnë dhunën, abuzimin dhe nuk po flasin vetëm për dhunë fizike, po është edhe dhunë psiqike, është kontrolli familjar. Dhuna psikologjike pastaj. Po, është dhuna psikologjike, kështu që është diskriminimi dhe gratë me aftësi të kufizuara sipas hulumtimit del që hezitojnë të raportojnë këto raste për shkak të varësisë që kanë themi nga abuzuesi, nga familjarët e të tjerë. Do me thonë, pothuajse arsyeja kryesore është varësia ekonomike nga abuzuesi, pasuar nga mungesa e mbështetjes familjare ose sociale, frika nga hakmarrja ose përkeqësimi i situatës, vështirësi fizike në qasje të institucioneve, vështirësi në komunikim, mungesa e informacionit për të drejtat dhe shërbimet e të tjera. Kështu që është një temë shumë e pahulumtuar, dhuna ndaj grave me aftësi të kufizuara dhe siguria e tyre. Anita, me këtë që sapo thatë, a keni tentuar të merrni ndonjë përgjigje nga institucionet përkatëse në lidhje me këtë shqetësim? Jo, në fakt, kjo për arsye sepse hulumtimi ka qenë relativisht i vogël dhe ka qenë i fokusuar në identifikimin e problemeve dhe sfidave dhe rekomandimeve të cilat duhet të japen institucioneve. Sigurisht në ndonjë hulumtim tjetër që shpresojmë të realizohet vitin tjetër, do të zgjerojmë dhe do të marrim në intervista dhe institucionet e të tjera, mirë po fokusi këtij hulumtimi ka qenë të bisedojmë me gratë me aftësi të kufizuara, të dëgjojmë nga ato, nga zëri i tyre, siç thash atë rastin me prona. Unë vetë jam hulumtuese, por deri më tani nuk më ka shku mendja, nuk më ka rastis të hulumtohet një gjë e tillë. Ndërsa sa i përket dhunës dhe mbrojtjes nga abuzimi, normalisht që po është një temë shumë e ndihshme dhe e cila duhet patjetër të hulumtohet më tej dhe të lëbohet lidhur me këtë temë që të ketë më shumë mbrojtje. Nëse gratë që nuk kanë aftësi të kufizuara, përjetojnë çdo ditë dhunë në familje, dhunë nga bashkëshorti, në rrugë, në komunitet, u shkelën të drejtat. Por çfarë me gratë me aftësi të kufizuar? Po, çka ndodh mandej me gratë me aftësi të kufizuara, të cilat e dinë shumë mirë se janë të varura nga të tjerat, nga familjarët. Ndoshta jo të gjitha, mos të keq kuptohemi, por një pjesë dërmuese, po. Në një mënyrë apo tjetrën. Patjetër. Pjesë e hulumtimit ishin edhe gratë nga organizatat e shoqërisë civile. Po. Tani këtu po më intereson shumë të di, Anita, se sa janë të informuara, domethënë këto zonja kur janë në pyetje të drejtat e grave me aftësi të kufizuar dhe çka din ato më tepër, në çka jeni fokusuar më shumë në raport me gratë nga shoqëria civile? Po, varësisht nga organizatat ku ato punojnë, ne kemi intervistuar gratë e organizatave të ndryshme, të cilat
në përgjithësi punojnë me gjithëpërfshirje, pra nuk i kemi veçuar vetëm gratë që punojnë me gra me aftësi të kufizuar, sepse na ka interesuar edhe ana tjetër e medaljes, pra për një shoqëri gjithëpërfshirëse, ky stigmatizim nuk duhet të ekzistojë. Kur flasim për gra, duhet të nënkuptojmë të gjitha gratë, pa marrë parasysh përkatësisë etnike, aftësisë të kufizuar apo ndonjë backgroundi tjetër. Kështu që fokus grupi me organizatat e shoqërisë civile pak a shumë ka vërtetuar ato që kanë dalur nga anketa, cila thot se institucionet nuk bëjnë mjaftueshëm sa i përket avancimit të drejtave të grave me aftësi të kufizuara. Duhet shumë punë për të bërë, edhe pse ligji gjithëpërfshirjes, më falni, në Kosovë është duke u punuar në të, mirë po nuk ka specifikisht si të themi diçka për gratë me aftësi të kufizuara. Kjo është kjo ka dhe anën tjetër, sepse si që thash, nëse flasim për gjithëpërfshirje, atëherë flasim për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe normalisht që nuk ka nevojë t'i veçojmë gratë, për shkak se nëse kemi një sundim të mirëfillt të ligjit, siç duhet, atëherë nuk kemi nevojë të bëjmë ndarje mes grave edhe burrave apo personave tjerë. Ndërsa edhe pse Konventa e Stambollit, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, ajo e ka një nen për avancimin e të drejtave të grave me aftësi të kufizuara. Mirë po që fatkeqësisht në shoqërinë tonë nuk është se gjen aplikim në praktikë. Po cili është roli, ose çfarë roli kanë organizatat e shoqërisë civile në këtë proces, kur flasim për ligjin gjithëpërfshirës që të futet edhe si ndoshta një nen i veçantë e drejta e grave me aftësi të kufizuar? Normalisht që ligji i organizatave të shoqërisë civile është shumë i rëndësishëm. Ato gjithsesi bëjnë përpjekje dhe por që gjithmonë ka vend për përmirësim edhe për të bërë përpjekje edhe më të mëdha për të lobuar për të drejtat e grave në përgjithësi, sepse nëse lobot për të drejtat e grave, aty normalisht që nuk kuptohen edhe të drejtat e grave me aftësi të kufizuara. Dhe pra po kthehem me atë që thash në fillim, gjithëpërfshirja është një proces që duhet të jetë i pashmangshëm në çdo shoqëri të zhvilluar. Do të thotë as që duhet të diskutohet. Për vetë faktit se ne ulemi dhe diskutojmë se çka mund të bëjnë shoqëria civile, kjo t'jep me kuptu që nuk është situata si duhet. Edhe pse edhe në vendet më të zhvilluara, në vendet tjera të Evropës, nuk është se të drejtat e grave janë respektohen plotësisht e kështu me radhë, mirë, po Kosova nuk duhet ta normalizojnë. Nuk duhet ta normalizojnë. Jo, në asnjë mënyrë. Sa po bëhen fushata anit për këtë çështje? Fushata bëhen mjaft, mirë po sa gjejnë zbatim, ajo është një çështje tjetër. Organizatat e shoqërisë civile mbijetojnë normalisht me fonde të organizatave dhe agjensive ndërkombëtare. Viteve të fundit ka pasur rënje të ndjeshme për shkak të siç e dini, bllokimit të fondeve nga Bashkimi Evropian, më pas edhe kjo situata që krijua me ndalimin e fondeve nga USAID-i, më pas edhe bllokimi institucional, besa e luan rolin e vet, normalisht që organizatat në mungesë të fondeve, përveç atyre që japin shërbime, do të thotë nuk janë në gjendje të mirë financiare në mënyrë që tu përkushtohen qëllimeve për të cilat janë themeluar, por megjithatë unë personalisht edhe si
punëtore e Forumit Kosovar të Aftësisë Kufizuar kam parë një vullnet shumë të madh të organizatave tona anëtare të forumit, të cilat pavarësisht situatës financiare, përfshirë edhe forumin, kanë vazhduar të punojnë në avancimin e drejtave të personave me aftësi të kufizuar, duke lobuar pa ndërprerje dhe duke bashkëpunuar dhe me institucionet. Pra për momentin vetëm se është duke u punuar në ligjin për gjithë përfshirje. Pra nëse bëhet ky ligj dhe nëse gjithçka shkonsiduhet, atëherë po besojmë që kish me pas rezultate shumë të mira dhe të drejtat. Personat me aftësi të kufizuara do të gëzonin të drejta shumë të mira dhe jeta do t'u lehtësohej shumë. Patjetër. Anita, jemi duke shkuar drejt fundit të emisionit. Tani lutem na tregoni se cilat ishin rekomandimet e hulumtimit, domethënë me çfarë rekomandime dolën, edhe cilët janë hapat e më tutjeshëm. Po, rekomandimet do t'i marrë direkt nga raporti në mënyrë që të jem sa më sakt. Atë rekomandim kryesor nga hulumtimi del se arsimi gjithëpërfshirës duhet të forcohet si bazë e përfshirjes afatgjate sociale. Mundësitë e punësimit për gratë me aftësi të kufizuara duhet të zgjerohen ndjeshëm. Shërbimet publike duhet të bëhen plotësisht të qasshme në praktikë, jo vetëm në politika. Mbrojtja nga dhuna dhe abuzimi kërkon mekanizma të specializuar dhe të qasshëm. Ndërgjegjësimi publik duhet të rritet për të sfiduar stigmën dhe stereotipet. Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse duhet të kalojë nga përfshirja simbolike në përfshirje reale. Llogaridhënia institucionale dhe financimi duhet të forcohen, si dhe shërbimet mbështetëse dhe rrjetet komunitare duhet të zgjerohen në mënyrë që të ofrojnë avokim, ndihmë juridike, mbështetje psikologjike dhe qasje më të mirë jo vetëm për gratë me aftësi të kufizuara, por për të gjithë personat me aftësi të kufizuara. Ju lutem një mesazh shkurt për institucionet dhe për qytetarët kur janë në pyetje të drejtat e grave me aftësi të kufizuar. Po mundona me formulu sa më shkurt, se shumë kërkesë. Po. Jo, gjithsesi, në një shtet ku sundon ligji dhe drejtësia, nuk do të kishte nevojë për mesazhe të tilla. Mjafton të sundoj ligji, pastaj me sundimin e ligjit rregullohen të gjitha, edhe normalisht shoqëria të jetë më e kuptueshme, më gjithëpërfshirëse, jo vetëm për personat me aftësi të kufizuara, por për të gjitha grupet e marginalizuara të shoqërisë.